Shpella e shkruar e Lepenicës ka marrë së fundmi vëmendjen e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore dhe pritet së shpejti të shpallet monument kulture, ndërsa aktualisht ka vetëm statusin mbrojtje paraprake. Shpella gjendet në perëndim të fshatit Lepenicë, në komunën Brataj në rrethin e Vlorës. Sipas arkeologut Kriledian Çipa, ka qenë një bashkëpunim i Drejtorisë së Monumenteve të Kulturës në Vlorë me Institutin e Arkeologjisë së Tiranës dhe Shkollën e Mesme të Konservimit të Galicës në Spanjë, të cilët nisën një projekt kërkimor shkencor. Së fundmi është marrë vendimi nga Këshilli Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore Materiale që shpella e shkruar e Lepenicës, ku ndodhet arti shkëmbor i Lepenicës, të vendoset në mbrojtje paraprake si rezultati i një propozimi të bërë nga Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Vlorë, Drejtoria e Shërbimit Arkeologjik në Tiranë, pranë Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore dhe Instituti i Arkeologjisë. Shpella e shkruar e Lepenicës përfaqëson një shpellë karstike të formuar në shkëmbin gëlqëror, e ndodhur në një lartësi rreth 800 metra mbi nivelin e detit. Kjo shpellë nga vendasit njihet si shpella e shkruar. Shpella ka më shumë formën e guvës, por në muret e saj ka vizatime të hershme me vlera të mëdha arkeologjike. Garanton në një farë mënyre qytetarët të bëjnë investime të nevojshme për restaurimin e saj dhe nga ana tjetër të vijojë të jetë një monument atraktiv për turizmin lokal aty të zonës, i cili sigurisht ka treguar interes ndër vite dhe duke i dhënë këtë status do shtohet ndër vite. Mbrojtja e shpellës së shkruar së Lepenicës pritet të sjellë zhvillim turistik, historik e natyror në të gjithë zonën e lumit të Vlorës.